Jo, me këtë marrëveshje, pavarësisht se a je iniciatori apo jo, e keni bërë shkeljen e këtij neni, që i bie që jeni marrë vesh me caktu çmimin e shitjes së bukës. A s'keni një bërë këtë takim? Jo. Ka pos zona që me bo 70-80 cent. Propozime ndryshme. Sot jemi dalë për çmimin e bukës, se është bo alarmante, e keni pa edhe vetë, ndoshta nëpër media. Po. Edhe na kemi edhe fakte edhe prej deklarata, fura tjera që të kemi vizitu, që e keni pas një takim, ku keni folë për që të ngritjen e çmime, nëse e pash që kjo foto ka qarkullu, në për furat ndryshme. Mu me tregoj një foto para se me dërgume, atë e dikur jemi ke me më qëtë nuk e da poshe me më qëtoa dhe bona ma drejt për drejt, e por e foto se ka arë dhe më thonë kjo është, që më ka arë mutën vidojnë. Se dikush i pëjdojë të edhe për se në kuta dion. Kjo ka arë dhe më thonë dhe por. Që kjo të ka arë dhe para? Po. Ata e lëpën një shajmë tjetër, do më thonë kjo ka ditën e premte, mësë kusha ka pëmë, mësë të shtunën. Ata e thash punë pra për qesë të çmimet, edhe të ka fu, me një matë. Kur keni mojt takimin? Për me... Për momentin e shku të panoramat. Të panoramat? Po. Okej. Me sa fura jeni kom prafërsisht? Jena konë 20 sekundë. 24 fura? Jo, 20 sekundë, falë, 20 sekundë. Aha, më falë, menova që 24. Menova që më the 24. Konë, prapësisht një 12-14 të dhe konë. Furat, jo, qa keni bisedu ato ma shumë? Vesh çmimin e bukës. Edhe pse ka po zonë që buka më bon 70-80 cent, për i në konë të bon, i në konë konsident të bon që të bëjnë një gjallë të çmimi e bukës. Ka pos zona që me bo 70-80 cent. Propozime ndryshme. Propozime ndryshme. Për i në konë numër edhe lojë, i konë iniciatorë, se mësë më kalu gjallë të cedshë. Jo, me këtë marrëveshje, pavarësisht se a je iniciatori apo jo, e keni bërë shkeljen e këtij neni, që i bie që jeni marrë vesh me caktu çmimin e shitjes së bukës, pavarësisht të shtrejtimeve. Kosova është ekonomi me treg të lirë, treg të lirë edhe të hapur. Ne jemi autoriteti i konkurrencës, ne mbrojmë konkurrencën e lirë. Tash, ne i vazhdojmë me procedurat tona, na ju thrasëm prapë në takim, se nuk përdojmë me hy në procedura që i parashet ligji jonë që janë procedura hetimore. Lodhe, jam Albion e Gjepi, inspektor hetues në autoritet konkurrencës, edhe kemi dalë për me bisedu për çmimin e bukës. Muni marë, muna me bisedu që mos me pengu gjatë punës. Okej, faleminderit. Apo na kallzon arsyeën e ngritjes, që ka orë deri te këtë 60 centi, se motorja dje edhe na e kemi marrë informatat sot që keni pas një takim furtar. Po, kanë pas pak Po. A ke marrë edhe të pjesë? Unë s'ke mund në marrë pjesë që më kanë këto, po s'për mes telefonit edhe arë një prenaj një furësit e ka gjithë sot. Vesh ma afër, se s'pën një mirë. Po, një prenaj o ardhë në kapë se të regu dhe ma qësto këna bisedu, qësto çmimi ma ka dërguar. Okej. A ju ka dërgu në list në çmimorëve? Po, në ka të regu një. A bën me pa qatë listën? Dhe ma anë që me botë për bashkë, nuk në nëse nuk bëhat e kredve, dhe ma anë unë s'me me ngrit para kredve. Që kjo listë tu ka dërgu? Po, më ka dërgu mu, që me i botë qëto çmime? A i ke përcjell tani këto çmime? Nata nuk i kom bon, sa janë. Okej, cilat se ke bo për ishtu? Më ka thonë janë 20, unë e kom bo 80, veç 10 cent e kom ngrit. 70 e kom, 10 cent e kom ngrit. Bukën të thjesht, Normale, bukën 60 e keni bo. Dhe më në 450 gram që dele pjek në 60 cent. Bukën e vogël, sa e keni pas? 25, e keni bo 35? 30. A prej 30 35, okej. Ta dy se iniciator, por ne do të shikojmë deri në fund. Ju s'keni marrë pjesë në atë lidhje, po jeni të informuar pas apo po jeni të e përcjell edhe trendin e çmimeve të reja në marrëveshje. E kjo është e ndalueshme me ligj për mbrojtjen e konkurrencës. Unë dje bile u çudita këtu se
edhe para një kohë shumë të gjatë, vitit kaluar kështu, kur ka pas ngritje të çmimeve aty këtu në përfura, ju e keni marrë. Mas një javë. Ju e keni marrë. Jo, ne e kom marrë hanë dëm bukën 50 cent këtu, personalisht. Sa e shet bukën normale? Bukën normale 60 cent. Po 60 cent. Të sekundë, nuk është ngrit në tash 60 cent, po është kjo po 2 vjet, është deklaruar në 2-3 vjet. Minimum 2 vjet e 2-3 është që kjo shkyqme. Kjo është këtë tema. Se 2-3 vjet e kia? Po, i ka 3 vjet. Okej. Çmimet produkte tjera, jo ke ngrit çmimet stash? Jo, një produkt për momentin nuk janë ngrit në çmimet e tyre. Edhe pse tash nuk përmuna me ditë so ka marrë çmimi i rrymës, po njëherë nuk e kena ashtan në bore të na 2007 pak, shumë nëse kemi shpenzimet në lloja të rrymës, ti na pa çore kena me vënë na rritjen e çmimeve, po jo në ato në atë mënyrë që vëdojnë paushall me këty vëron se u rrit çmimi tash me vënë çikash për shembull prej një 50 cent me vënë euro bukën se me pa pas ku çfarë Ama për momentin nuk e kena diskutuar. Që na shëntarë nuk do të thonë që nuk mendohet, por a janë bërë krejt sot kjo na shpenzime të rrymës. Takimin që e kanë marrë shumë furtor në Prishtinë. Shumë fura që janë taku edhe me rrit. A jeni ndjeni për to? Jo. As keni një bërë këtë takim? Jo. Okej. Produkte tjera që janë ngrit bukën e thekërit, sa e ki? Bukën e thekë, sandviçin, bukën e thekë 35 cent për buka e thekënes, sandviçi është 25 cent e thekënes. A keni diskutuar për me rrit? Ose cilat janë arsyet kryesore që po dëni me rrit çmimin e bukës? Normal, aty çush është kjo, tash shtetimi i rrymës rrit çdo sen, apo kupton? Nëse ndikon direkt, po me ndikim indirekt. Tash s'mo marr bane që komo shtrituesh buka, po përgjithësi donda apo që po shtrituar, se është kosto që rritet. Çashtu nështë aty të më rrit rruga dhe punëtorit dhe gjithçka tjetër, apo kupton? Po, përderisa nuk ka shtritu neve, po mendoj se kemi pagu faturën më shtrejt halon, as kena ndërmarr mosa kurrë. Po kupton. Po, diçka duhet me bo, normal, sa kosto të shush duhet me mbëllu, se s'është e vogël. Okej. Që ky takimi që e kanë marrë furtor. Po në s'pëdesha është. Nuk e dini. Yes. Po sot siç keni qenë edhe ju prezent me neve, kemi dalë në teren dhe kemi vizituar disa fura të bukës me qëllim të identifikimit dhe të arsyetimit të ngritjes së çmimit të bukës. Është parë edhe sipas informatave që kemi marrë se ka indikacione për një marrëveshje të ndaluar, që është ndaluar me nenin 5 të ligjit të mbrojtjes së konkurrencës. E kemi identifikuar kartelin, siç keni qenë edhe ju prezent, ku e kanë pranuar marrëveshjen. Aja quhet marrëveshje me rëndësi të vogël apo naive, për shkak se edhe sipas deklaratave të tyre nuk e kanë ditur furtorët se është ndaluar me ligj. Sidoqoftë mosnjoja e ligjit nuk justifikon, ne do të marrim veprimet tona, ku fillimisht do të provojmë me një avokim në mënyrë që të shpërbëhet kjo marrëveshje apo ky kartel i çmimit të ngritjes së çmimit të bukës. Në rast se jo mund të vazhdojmë me procedura tjera hetimore që mund edhe të ndodhin, por të shohim në ditët në vijim, sepse shumë shpejt, pasi vetë se i kemi provat e mjaftueshme, do të dalim me një vendim.